Ambasadori i Republikës së Italisë në Maqedoninë e Veriut, Paolo Palminteri, zhvilloi sot një vizitë zyrtare të komunës së Gostivarit, ku u prit nga kryetari i komunës Valbon Limani. Takimi u zhvillua në një atmosferë konstruktive dhe miqësore, me fokus të veçantë në avancimin e bashkëpunimit të dypalësh ndërmjet Italisë dhe komunës së Gostivarit. Gjatë takimit u diskutua për mundësitë konkrete të zgjerimit të bashkëpunimit në disa fusha me interes të përbashkët, ndërsa ambasadori Palminteri vlerësoi lart marrëdhëniet e shkëlqyera ndërmjet të dy vendeve. Ai e cilësoi kryetarin Limani si një mik të dëshmuar të ambasadës së Italisë dhe shprehu gatishmëri për thellimin e mëtejshëm të bashkëpunimit në sektore të ndryshme, me theks të veçantë në fushën e arsimit, përfshirë iniciativa për përfshirjen e gjuhës italiane në shkollat e komunës së Gostivarit. Molto contento di essere oggi a Gostivar, anche se... Jam shumë lumtur që jam sot në Gostivar, edhe pse njoh mirë kryetarin e komunës, i cili është një mik i ambasadës, por nuk kam pasur mundësinë deri sot të bëj një vizitë zyrtare. Në periudha zgjedhore e ka vonuar vizitën time zyrtare këtu, por sot jam këtu në një vizitë zyrtare duke munduar të vazhdoj bashkëpunimin me qytetin e Gostivarit. Edhe pse kjo zonë e Maqedonisë së Veriut ka një marrëdhënie shumë të thellë me Italinë, por gjithashtu edhe Italia ka një marrëdhënie shumë të thellë me shqiptarët. Shpresojmë ta thellojmë dhe ta forcojmë mësimdhënien e gjuhës italiane në këtë zonë, gjithashtu edhe të sillim investime italiane në këtë zonë, duke bërë kështu që ta thellojmë marrëdhëniet mes Italisë dhe Maqedonisë së Veriut të më shumë. Nga ana e tij, kryetari i komunës Valbon Limani shprehu mirënjohje për vizitën dhe mbështetjen e vazhdueshme të Republikës së Italisë, duke ritheksuar gatishmërinë e institucioneve lokale për intensifikimin e bashkëpunimit në të gjitha nivelet. Ai e informoi ambasadorin edhe për shqetësimet e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut që punojnë përkohësisht në Itali, duke nënvizuar rëndësinë e adresimit të këtyre çështjeve në frymën e partneritetit dhe mirëkuptimit të ndërsjellët. Sot pata kënaqësinë të mirëpres mikun tim dhe mikun e Gostivarit, shkëlqësinë e tij, zotri Paolo Palminteri, ambasadori i Republikës së Italisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ishte një bisedë rreth të gjithë llojeve të bashkëpunimit të cilat mund t'i kemi me qytetin tonë. Në vitin e kaluar kemi pas disa aktivitete të përbashkëta posaçërisht në fushën e kulturës, por gjithsesi biseduam edhe për mundësi të reja të bashkëpunimit posaçërisht në fushën e arsimit, me një fokus të veçantë për fillimin e mësimit të gjuhës italiane në shkollat fillore, gjithashtu edhe për mundësitë e investimit të investitorëve italian, duke ditur se një numër i madh i qytetarëve të Gostivarit i kemi me punë të përkohshme në Itali. Biseduam për të gjithë sfidat me të cilat ballafaqohen edhe ato dhe besoj që kjo lidhje dhe ky bashkëpunim do të forcohet në të ardhmen. Takimi u përmbyll me shkëmbimin e dhuratave simbolike ndërmjet kryetarit të komunës së Gostivarit dhe ambasadorit italian, si shenjë respekti, vlerësimi dhe forcimi të mëtejshëm të marrëdhënieve miqësore ndërmjet të dy vendeve.